Nuk është një zgjidhje, një alternativë e mjaftueshme, do të thoja, vendi ka nevojë për një qeveri stabile, me numrat mjaftueshëm, që e ka prioritet adresimin e problemeve që i kanë qytetarët brenda dhe jashtë. Në anën tjetër janë bërë gati një javë që kur presidenti i vendit ka pasur edhe takime bashkë me liderët e partive politike, takime që u pa që nuk prodhuan rezultate. A do duhet edhe në vazhdim të organizohen sërish takime? Përpjekje do të bëj edhe presidenti, edhe kush do që ka mundësi, dhe më thënë të bëj përpjekje, edhe komunitet ndërkombëtar dhe thoja që në farë mënyrë t'i binë partitë ose t'ju tregoj, t'ua rikujtoj se shteti do t'jetë para partive, para interesave tyre, para interesit të partisë për ta bë këtë do krye parlamentar, ose para interesit partive për ta pengu këtë do që të bëhet krye parlamentar ose krye parlamentare, është interesi i shtetit. Këta autoritet dhe një farmase do duhet të ushtron të presidentja, tani sa ka mundësi që t'i binë partit, nga takimi parë që ju panë, nga vetë fotografia që doli pastaj, nga qehret një farë mënyre e pjesëmarrësve aty u të regu që vërtet është një takim jo shumë shpresdhënës. Mendoj që në shtantarmen do të ketë edhe takime tjera, por uroj që kjo mos shfrytëzohet si mundësi për ta shtyja fatin e konstituimit të kuvendit. Zgjidhja është në duart e udhëheqësve të partive politike. Në cilën parti do të thojen partinë që ka më shumë të vota, dhe pastaj edhe parti tjera varësisht prej përqindjes së vota, sepse kështu mendoj që edhe ndahet përgjegjësia, se cila parti ka më shumë përgjegjësi për të përmbush interesin e vendit që aktualisht para së gjithash është konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë. Besoj se pasojat e mungesës kuvendit aktualisht do t'jenë afatgjate, sidomos kuptimin e zhvillimit demokracisë, ku ne po hym në një fazë ku po përpiqemi të normalizojmë mungesën e kuvendit. Dhe kjo është vërtet një shenjë shqetësuese, do thoja, për zhvillimin e demokracisë dhe konsolidimin e demokracisë në vend. Profesora, përmend edhe pjesën e ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtar. A do ishte e duhur në një moment të tillë kur duket që partitë vetë nuk po gjejnë zgjidhje? Normalisht do të ishte e panevojshme. Sigur partitë vërtet të reflektonin dhe ta kishin atë maturinë e mjaftueshme politike, nuk do të kishte nevojë që faktori ndërkombëtar t'ju kërkoj partive që ta kryjnë punën e tyre, ta përmbushin obligimin e tyre për shkak kanë marrë votat. Kjo praktika qenë kalore, nështë është justifiku një farmase me atë se jemi demokraci e reja, në institucionet të reja. Tani më kemi disa vite me zgjedhje, me krijim të koalicioneve kështu me radhë. Nuk do duhet të ishte nevojshme, mirë po me qenë se partitë janë këtë nivel kështu dhe vërtet kemi arë në këtë degradim të toja institucional dhe demokracisë, atëherë do të ishte ndoshta e mirëpritur sa për ta zhblloku aktualisht krizën të cilën e kanë kriju vetë partitë politike. A janë të gatshëm, do të thoja, komunitetin ndërkombëtar siç ka qenë më herët, do të thoja ndoshta nuk ekziston ajo energjia, duket që s'është as energjia, as koha që është dedikuar këtyre çështjeve, por mbetet shifet. Thirrje ka pasur nga komuniteti ndërkombëtar tek partitë politike që të gjejnë zgjidhje, thirrje që deri tani nuk ja kanë dalë që t'i bëjnë partitë që të reflektojnë, a do të intensifikohen këto takime, mbetet shifet. Përjashtohet edhe pjesa dhe mundësia ndoshta e zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme. A ka pak a shumë sinjale të një fushate